As sot nuk u mblodhen mbeturinat në qytetin e Shkupit. Mbeturinat po idhen përreth kushave pasi ato janë të stërmbushura tashmë 2 ditë. Njësia për krime ekonomike hyri brenda ambienteve të bashkësisë së kryeqytetit dhe ndërmarrjes publike higjiena komunale dhe siguroi dokumentacion si dëshmi se pse mbeturinat nuk po pastrohen. Единицата за економски криминал при секторот за внатрешни работи Скопје во текот на вчерашниот ден влезе во просториите на град Скопје и јавното комунално претпријатие Комунална хигиена по наредба на Основното јавно обвинителство Скопје со цел прибавување на докази и одземање на соодветна документација под сомнение за сторени кривични дела поврзани со работењето на јавното комунално претпријатие Комунална хигиена и градоначалникот на град Скопје во врска со несобирањето на комуналниот отпад. Обезбедена е документација и се преземаат и дополнителни мерки и активности по насоки на ОЈО Скопје. Kryetaria e qytetit të Shkupit në largim Danela Arcovska me anë të një postimi në Facebook ju drejtua kryeministrit. Problemi me mbeturinat është çështje e mbyllur së bashku me stafin tuaj, ju krijoni dhe vazhdimisht krijoni kaos, të cilin meqense jeni të aftë do ta zgjidhni në 72 orë. Le të konkludojmë se meqense po zgjidhet në 72 orë, ishte e lehtë për t'u zgjidhur, nuk e di çfarë prisni deri tani. Ju kam thirrur shumë herë në interes të qytetarëve për të bashkëpunuar. Nga ana tjetër, kryetari i sapo zgjedhur i Çajirit Izet Mexhiti, nëpërmjet kumtesës tha se për kaosin me mbeturinat në Shkup do të mbajnë përgjegjësi BDI, Danela dhe Levica.